Bashkë me ish-kryebashkiakun e Tepelenës, deputetin Tërmet Peçi, motrën e tij Manjola Haska Peçi, kunatin Spartak Haska dhe drejtorin e bashkisë Lorenz Bami, subjekt hetimi në dosjen e SPAK, është edhe Afërdita Resuli dhe kompania Resuli RSHPK. Afërdita Resuli është bashkëshortja e pronarit të kompanisë së karburanteve Resuli RSHPK, e cila po jetohet si pjesë e grupit të Tërmet Peçit për përvetësim tokash, fonde të IPARD dhe pastrim parash në ndërtime, pasuri dhe aksione në resorte, përmes shitblerjeve fiktive dhe bilanceve të rreme. Hetimi ndaj Afërdita Resulit po kryhet për përfshirjen formale në skemat me tokën publike, investimet, financimet dhe përfitimin e 225.000 eurove fonde IPARD për resortin Agroturizëm Regjini në fshatin Regjin të njësisë administrative e Kurvelesh, për të cilin ekzistojnë prova. Pas lidhjes së kontratës me AZBR-n, motra e Tërmet Peçit i shiti 66% të aksioneve të resortit për 660 euro shtetases Afërdita Resuli, bashkëshortja e pronarit të kompanisë Resuli RSHPK. Ky transaksion është klasifikuar si shitje fiktive, pasi investimi total i resortit kap vlerën 1.1 milion euro. Sipas analizës ekonomiko-financiare të kryer nga BKH, vlera e shitjes prej 660 eurosh përfaqëson vetëm 0.7% të vlerës së investimit, ndërkohë motra mësuese e Tërmet Peçit nuk ka pasur të ardhurat të mjaftueshme për të financuar një investim prej 1.1 milion eurosh për ndërtimin dhe vënien në funksion të resortit. Sipas të dhënave që disponojnë BKH dhe SPAK, përfshirë përgjime telefonike dhe ambientale, ka rezultuar se financimi është kryer nga Tërmet Peçi dhe pronari i kompanisë së karburanteve Resuli RSHPK, Eduard Resuli, si skemë përfshirje në burimin e real të ardhurave. Në këtë skemë ashtrimi përfshihet edhe fakti se dy pronarët formale të resortit, Afërdita Resuli dhe Manjola Haska Peçi, pra në realitet Tërmet Peçi dhe tregtari i karburanteve Eduard Resuli, rezultojnë në letra me 820 milion lekë detyrime për këtë investim, pa u deklaruar emrat e subjekteve financuese. Sipas provave të mbledhura nga BKH, djali i Tërmet Peçit ka qenë menaxher në kompaninë e karburanteve, ndërsa emri i pronarit Eduard Resuli ka dalë si qarkullues milionash te kompania Jumentis e grupit të Tërmet Peçit. Kjo kompani ka përfituar 758.000 euro fonde IPARD për ndërtimin e thertores në Tepelen dhe rezulton gjithashtu aksioner ilegal në Agroturizëm Urla, po në Tepelen. Sipas të dhënave nga thesari i shtetit, kompania Resuli RSHPK ka përfituar rreth 23 milion euro tender gjatë 12 viteve, një pjesë e tyre në bashkëpunim me kompani të tjera, por sipas hetimit për tenderet që kompania ka marrë vetme, sasia e karburantit të shitur shtetit rezulton më e madhe se sasia e deklaruar si furnizim në bilancet zyrtare, fakt që ngre dyshime për kontraband. Kompania me qendër në Fier është raportuar disa herë në shish dhe strukturat e antikrimit në bashkëpunim në aktivitete të dyshimta me kompaninë Bolvoil të Behar Çukës, me importues karburantesh dhe me drejtues të Alpetrol dhe Bankers, por deri më tani ka shmangur procedimet penale. Resuli RSHPK është futur masivisht në tenderet publik pas vitit 2013, ka edhe dy kompani të tjera tregtimi karburantesh, konkretisht Aeropetrol SHPK dhe Resuli SHPK. Kjo e fundit e përthithur pa likuidim nga Resuli RSHPK. Për aktivitetin e tyre ekzistojnë raporte nga organet e zbatimit të ligjit. Nuk dihet ende arsyeja pse në periudhën mars 2021, qershor 2024, Eduard Resuli, përmes 4 akt dhurimeve, i kaloi vallajit të tij Roland Resuli 49% e aksioneve të kompanisë Resuli RSHPK, çështje që aktualisht po investigohet. Një raport europian i dorëzuar në autoritetet e BE-s dhe në vendet anëtare ka analizuar një fenomen që është cilësuar i pazakon në Shqipëri. Burimet e rëndësishme që kanë pasur qasje në këtë raport bëjnë me dije se ai flet për një emigrim të vlerave të mëdha monetare nga Shqipëria drejt 3 vendeve kryesore, Britanisë së Madhe, Spanjës dhe Luksemburgut. Sipas dokumentit, City of London ka akumuluar sasinë më të madhe të këtyre kapitaleve, të cilat vijnë nga subjekte të rëndësishme tregtare dhe ekonomike shqiptare. Raporti thekson gjithashtu se titujt e transferuar nuk janë vërejtur vetëm në vendet europiane, por edhe në SBA dhe tregjet financiare aziatike. Ndryshe nga likuiditeti masiv i depozituar në bankat dhe tregjet europiane, fonde janë transferuar si asete investimi. Dokumenti nënvizon se në tregjet malajziane, ato të Singaporit dhe sidomos në brigjet indoneziane, konkretisht në Bali, janë sinjalizuar sasi të konsiderueshme asetesh që vijnë nga Shqipëria. Transferimet të ngjashme janë evidentuar edhe në lindjen e mesme.
kryesisht në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Arabinë Saudite. Përveç skemave të investimeve, raporti evropian evidenton edhe rrjedhje përmes kanaleve paralele, duke përdorur agjenci mikrofinanciare offshore, kryesisht në Luksemburg, në ishujt balnear të Spanjës dhe në Gibraltar. Lëvizjet e këtyre aseteve dyshohet se lidhen me mekanizmat e të ashtu quajturave sisteme forex të call centerave financiare, të cilat përveç se si skema mashtrimi, dyshohet se shërbejnë edhe si platforma për transferim dhe pastrim parash. Nga ana tjetër, raporti thekson se periudha e nisjes së këtij fluksi përkon me 6 mujorin e 2 të vitit të kaluar, kohë që përkon edhe me intensifikimin e hetimeve të SPAK dhe zyrtarëve të lartë shqiptar. Transferimi i këtyre fondeve rezulton se ka ndodhur në 2 faza. Faza e parë lidhet me plane investimesh, konkretisht blerje pronash të paluajtshme, kryesisht në tregjet amerikane dhe aziatike, si dhe me transferime në tregjet bankare ku evidentohet edhe fluksi më i madh. Dokumenti thekson se transferimi është kryer në mënyrë relativisht të lehtë, sidomos në tregun bankar britanik dhe atë europian, çka ngre dyshime se kemi të bëjmë me një skem të parapërgatitur nga këto tregje për të thithur likuiditet, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Ballkani, duke përdorur influenca politike dhe institucionale, veçanërisht përmes agjencive të zbatimit të ligjit. Raporti sugjeron se presioni më i madh institucional ushtrohet kur ka transferime të mëdha fondesh drejt Shqipërisë, ndërsa në të kundërtën, lëvizjet e kapitaleve nga Shqipëria drejt tregjeve perëndimore trajtohen me standarde selektive. Në dokument theksohet se ekzistojnë të dhëna që flasin për kthimin e kapitaleve të përfituara nga trafiqe të palikshme, por njëkohësisht dyshohet se krahas këtyre fondeve të rikthyera, po ndodh edhe emigrimi i parave që janë vënë në hetim nga SPAK. Për këto fonde, raporti sugjeron se vendet pritse kanë mbyllur syt, të shtyra nga nevoja e lartë e tregjeve të tyre për kapitale të reja. Pasi e la 6 muaj zëvendës kryetar të Bashkisë së Tiranës, kryeministri Edi Rama ka rikthyer në kupolën e qeverisë Xhambazin Gentian Këri në funksionin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Financave, duke i çuar ministrit Petrit Malaj, një mjeshtër të guximshëm për batërdim me fondet. Janë kompetencat që ka sekretari i përgjithshëm për Gentian Këri, duke qenë i preferuar i Edi Ramës, pritet të hyjë edhe në kompetencat e ministrit Petrit Malaj për të mbyllur pazaret e rënda. Ashtu si Gentian Këri vepronte si usta i pazareve të Ilir Metës, kur ishte sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Transporteve dhe Infrastrukturës, sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Ekonomisë, zëvendës drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik. Në fakt, Gentian Këri e ka nisur zanatin e menaxhimit të pazareve si shef tenderësh në Bashkinë e Tiranës, kur drejtohej nga Edi Rama për meritat si falsifikator dokumentesh dhe firmosës vjedhjesh. Babloku e bëri pjesë të kupolës së qeverisë nën kontrollin e tij dhe të Ilir Metës. Aq i harbuar ishte Gentian Këri në vjedhje. Sipas pazareve që bënin Edi Rama dhe Ilir Meta, sa në qeveri e quanin esnafi punëvaruar i lekëve, prandaj pas çdo kallëzimi penal, ai transferoi vetëm në institucione dhe ente publike, ku kishte më shumë fonde dhe mundësi për të zhvatur sa më shumë. Me 5 dosje penale për tenderët, pasurit publike dhe aferën e PPP sterilizimit, dosje penale ende në proces ndaj Gentian Kërit është ajo për favorizime të firmave private në vlerë 2.4 miliard lek, vetëm në 4 tender, kur ishte kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik, ku të drejtat e ankimimeve për tenderët i caktonte Ilir Meta. Dosje penale ende në proces ndaj Gentian Kërit është ajo për batërdin me tenderët dhe projektet e rrugëve, kur ishte zëvendës drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Dosje penale ende në proces ndaj Gentian Kërit është ajo për korrupsion me tenderët, licencat, kontratat koncesionare, lejet e transportit, projektet e investimeve dhe shkeljet të rënda, kur ishte sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës. Dosje penale ende në proces ndaj Gentian Kërit është ajo për korrupsion me tenderët, pasurit shtetërore, lejet minerare, puset e naftës, kontratat koncesionare dhe projektet e investimeve, kur ishte sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Ekonomisë. Aktualisht është në proces hetimi nga SPAK, sepse kur ishte kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik, në bashkëpunim me Ilir Beqan, falsifikoi dokumentet e koncesionit të sterilizimit për të favorizuar kompaninë e paracaktuar me vlerë financiare 8 herë më të lartë se kostoja reale, por këto dosje nuk dihet në çfarë faze hetimi ndodhen, apo nëse disa prej tyre janë pushuar fshehurazi. Në vitet 2019-2025, pavarësisht se kishte 5 dosje penale, Gentian Këri ishte shef tenderësh dhe zëvendës drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit deri më 1 gusht 2025, kur Babloku e emëroi zëvendës kryetar të Bashkisë së Tiranës, ndërsa tani Edi Rama e ka emëruar Gentian Kërin sekretar të përgjithshëm të Ministrisë së Financave për të vetmen aftësi që i njihet, di të finalizojë pazaret dhe të bëjë patërdim me fondet publike. Nuk është e vështirë të kuptohet se për çfarë shërbimesh të tilla ky xhambazi i tenderave, vjedhjeve dhe falsifikimit të dokumenteve zyrtare transferohet nga njëri institucion në tjetrin, ndërsa nuk preket as nga SPAK për aferën e PPP sterilizimit.
Në vendimin për transferimin e kadastrës së Vlorës në Tiranë, drejtoresha e përgjithshme Lorena Goxhobelli kishte vetëm firmën, ndërsa urdhri u dha nga ministri i drejtësisë Besfort Lamallari si drejtues i dikasterit që e ka në vartësi. Edhe urdhri i ministrit Kukull ka qenë formal pasi shkrirja e kadastrës së Vlorës është skeme e Edi Ramës, sepse asnjë drejtor apo ministër nuk ka tagër ligjor të shkrijë dhe transferojë shërbime publike rajonale pa vendim të kryeministrit. Gjithsesi administrativisht ky është shërbimi i parë që ministri i drejtësisë Besfort Lamallari u ka bërë hapur falsifikatorëve dhe grabitësve të tokave në Bregdet dhe në zonat Vlore e Himar. Kjo krijon dyshime se nuk po bëhet riorganizim kadastral për shërbim efikas ndaj qytetarëve, por transferim fizik i dokumenteve të zeza me të cilat qeveritar, deputet, prokuror, gjyqtar, drejtues policie, kryebashkiak, drejtor, oligark, trafikant, zyrtar të kadastrës, tatimeve, doganave dhe të huaj të lidhur me ta kanë grabitur toka, pyje, objekte, plazhe publike dhe private me dokumente false. Edhe transferimi i kadastrës së Vlorës në Tiranë pas ndërrimit të 11 drejtorëve në 12 vite dhe arrestimeve të kryera e hetimeve të vazhdueshme nga SPAK është e njëjta skem për zhdukjen e dokumenteve si ajo e transferimit të dosjeve të kadastrës së Durrësit në Tiranë pasi u bën arrestime drejtorësh dhe shefash. Dy pyetje që krijojnë dyshime për favorizim të grabitësve dhe zhdukje provash. Përse u shkri dhe u çua kadastra e Vlorës në drejtorinë e përgjithshme kur punonjësit ndodhen në Vlorë, sidomos kur vetëm një vit më parë godinës zyrave dhe sistemit të shërbimeve të kësaj kadastre u bëri konstruksion dhe kompletim zyrash me vlerë rreth 3 milionë euro? Përse u transferua në Tiranë shërbimi kadastral i Vlorës kur në qarkun e Vlorës ndodhen banorët, pasuritë, këshilli i qarkut, prefektura, bashkitë, arkivat, policia, prokuroritë dhe gjykatat që trajtojnë aplikimet, ankimet dhe denoncimet, sidomos kur ka shumë çështje në proces? Siç duket, për të evituar përballjet për grabitjen e pasurive, Babloku dhe çeta e tij me qeveritar dhe grabitës kanë menduar të sorollatin qytetarët nëpër Tiranë, t'i zvarrisin dhe t'i lodhin ata që u janë vjedhur dhe po u vidhen pasurit. Në Vlorë, Karaburun, Zvërnec, Llogara, Himar, Palas, Dërmir, Adhim, Borsh, Nart, Akërni, Pishporo dhe Orikum ka 30-40% mbi vendosje pronash. Klasifikime të qëllimshme të tokave si troje dhe anasjelltas, mos rikthim pronash. Ka mos regjistrim të akteve të marrjes së tokave në pronësi, konflikte mes banorëve autokton dhe investitorëve strategjik që nuk janë banorë të zonës, falsifikime emrash dhe hartash, zhdukje dhe shtim fletësh false në regjistra, leje ndërtimi për subjekte që nuk janë pronar të tokave e të tjerë. Transferimi i kadastrës së Vlorës në Tiranë nuk është bërë për t'i zgjidhur këto probleme, por për t'i ngatruar, vonuar dhe për të mos i zgjidhur, sepse pas kësaj katrahure dhe masakre me pronat qëndrojnë qeveritar, familjar dhe të preferuarit e tyre. Urojmë që në depot e kadastrës së përgjithshme ku do të çohen dosjet e pronave të Vlorës të mos ndodhë ndonjë zjarr i befasishëm, por do të ishte më e udhës që dosjet e Vlorës përpara se të shkojnë në kadastrën e Tiranës të merren në administrim nga SPAK. Martin Mata është drejtuesi i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, një strukturë që në publik shihet si fondacion bamirësie, por që në praktik ka vepruar për më shumë se një dekadë, si një aktor me pushtet real mbi pasuri publike, projekte shtetërore dhe vendimmarrje strategjike, pa qenë institucion shtetëror, pa qenë subjekt privat i ekspozuar ndaj konkurrencës, dhe pa ju nënshtruar kontrollit që u kërkohet zakonisht organizatave jo fitimprurse në Shqipëri. Martin Mata është një nga ata njerëz që politika shqiptare i ka përdorur, i ka shtrydhur dhe më pas i ka ricikluar si teknik, si menaxher, si drejtues fondacionesh, për të vazhduar të njëjtin rol të vjetër, atë të ndërmjetësit të pistë, mes pushtetit dhe paras. Mata ka qenë drejtor komunikimi në agjencitë shtetërore të privatizimeve dhe këshilltar politik i kryeministrit. Dhe sot ndodhet në krye të një fondacioni që po menaxhon pasuri publike, duke kaluar nga zyrat e shtetit të drejtimi i një OJF-je, që vepron si administrator territori. AADF është regjistruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Delaware dhe ky fakt është përdorur për vite me radhë si një lloj certifikate morale që ka vendosur fondacionin mbi çdo dyshim dhe mbi çdo kontroll në Shqipëri, sepse etiketa amerikane ka mjaftuar për të hapur dyer në qeveri, për të kaluar pa debat në kuvend, për të shmangur verifikime nga institucionet dhe për të heshtur çdo zë kritik që kërkonte transparencë mbi mënyrën se si një OJF merrte në dorë projekte, prona dhe funksione që zakonisht i përkasin shtetit. Në bordin dhe drejtimin e kësaj strukture nuk ka asnjë amerikan, as në vendimmarrje, as në administrim, as në menaxhim projektesh. AADF drejtohet dhe kontrollohet nga shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Shqipëri, që kanë interesa biznesi në Shqipëri dhe që janë të lidhur drejt për drejt me pushtetin politik në Shqipëri. Figura qendrore për krah Martin Matës në AADF është Aleksandër Sarapuli, i njohur publikisht jo si filantrop, por për lidhjen personale me Edi Ramën, si ndërtuesi sarajeve të tij në Surrel dhe si përfitues i vazhdueshëm i projekteve, kontratave dhe lejeve në zona strategjike. Ky fond, në drejtimin e Martin Matës dhe Aleksandër Sarapulit, ka marrë në administrim pasuri publike me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare, si Butrinti dhe liçeni i Ohrit, duke e futur në zemër të trashëgimisë kulturore dhe natyrore të vendit, pa garë, pa transparencë dhe pa një mekanizëm kontrolli. Butrinti nuk ju dha AADF-s
pas një procesi konkurrues, por me vendim politik duke e paraqitur si zgjidhje amerikane për menaxhimin e trashëgimisë, ndërkohë që në terren fondi vepron përmes partnerëve privat, lejeve selektive dhe heshtjes së institucioneve ndaj ndërtimeve dhe shfrytëzimit ekonomik brenda një zone të mbrojtur, në të cilën ndërtoi edhe vilën e tij luksoze Martin Mata. Pretendimi se bëhet fjalë për një fondacion amerikan ka shërbyer për vite me radhë si certifikat morale për të mbyllur gojët e institucioneve, për të friksuar administratën dhe për të neutralizuar çdo kritik, por në realitet AADF nuk ka asnjë amerikan në drejtim, nuk i nënshtrohet ligjit amerikan në aktivitetin që zhvillon në Shqipëri dhe nuk jep llogari përpara shtetit shqiptar për mënyrën se si menaxhon pasuritë publike. AADF-ja është regjistruar në Delaware, jo sepse aty lulëzon bamirësia, por sepse aty fshihet më lehtë se kush vendos, kush përfiton dhe kush kontrollon parat. Me këtë adresë amerikane në letër, fondi ka hyrë në Shqipëri si amerikan duke marrë pasuri publike, territore, projekte dhe status të paprekshëm, ndërkohë që në realitet drejtohet nga shqiptar të lidhur me pushtetin dhe pas një amerikan në bord apo në menaxhim. Ky regjistrim është bërë pika e dobët e AADF-s, sepse ka ngritur dyshime se statusi jo fitimprurës në SBA është përdorur si mbulesë për veprimtari që nuk kanë lidhje me bamirësinë, por me administrim pasurish, ndikim politik dhe projekte me interes ekonomik jashtë territorit amerikan. Pikërisht për këtë arsye, IRS ka hapur verifikime për të kuptuar nëse ky fond përdor emrin amerikan si mbulesë për të bërë në Shqipëri atë që nuk bënte dot kurrë në SBA. IRS, Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme të Shteteve të Bashkuara, është institucioni që kontrollon taksat, fondacionet, organizatat jo fitimprurë dhe mënyrën se si këto struktura përdorin statusin e tyre ligjor. Në SBA, një fondacion që mban status non-profit nuk mund të sillet si biznes, nuk mund të administrojë prona publike si pronar dhe nuk mund të ndikojë në vendimmarrje shtetërore, nuk mund të shërbejë si ndërmjetës i interesave politike. Në momentin që një strukturë e regjistruar në SBA vepron jashtë vendit si administrator territori, si garant politik dhe si menaxher projektesh me interes ekonomik, lind dyshimi se statusi jo fitimprurës po përdoret si mask. Kjo është arsyeja pse AADF është kthyer në problem në Delaware, sepse atje figuron si fondacion, ndërsa në Shqipëri sillet si autoritet. Atje deklaron bamirësi, këtu merr në dorë butrintin, ohrin dhe pasuri publike. Atje mban status të mbrojtur fiskal, këtu ushtron pushtet pa zgjedhje, pa gar dhe pa kontroll. Këto janë pikërisht rastet që IRS amerikane i sheh si abuzim me flamurin non-profit. Duhet theksuar edhe një fakt që e bën këtë histori edhe më delikate. AADF është krijuar fillimisht me fonde të USAID, pra me paratë të taksapaguesve amerikan, të destinuara për tranzicionin, zhvillimin dhe mbështetjen institucionale të Shqipërisë pas viteve 90. Këto fonde nuk janë dhënë për të ndërtuar struktura që më pas të shndërrohen në administrator territori, menaxher pasurish publike apo nyje ndikimi politik, por për projekte zhvillimi të kufizuara, të matshme dhe me afat. IRS po shikon pikërisht këtë, nëse një fond i krijuar me para publike amerikane i regjistruar si jo fitimprurës në Delaware, po përdor statusin amerikan për të ndërtuar pushtet, ndikim dhe kontroll në Shqipëri, në mënyrë që nuk do të lejojë kurrë brenda territorit të SBA-s, sepse një fond i lindur nga USAID nuk ka mandat të sillet si pronar apo si koncesionar. Në këtë pikë lind edhe një pyetje tjetër, që nuk është as pak periferike, a është vënë në dieni administrata amerikane, përfshirë strukturat e ngritura gjatë administratës Trump për mënyrën se si është përdorur etiketa amerikane e këtij fondi në Shqipëri, sepse gjatë administratës Trump, USAID, fondet e trashëguara prej saj dhe organizatave të regjistruara si jo fitimprurëse jashtë SBA-s kanë qenë objekti një filtri më të ashpër, pikërisht për shkak të dyshimeve mbi devijimin e misionit dhe kapjen nga interesat lokale. Administrata Trump e kishte të qartë se specialistët amerikanë që veprojnë jashtë SBA-s nuk janë të paprekshëm vetëm sepse mbajnë një emër ose një vul. Përkundrazi, çdo fond i krijuar me para publike amerikane duhet të justifikonte çdo hap, çdo kontratë dhe çdo ndikim politik. Dhe këtu lind paradoksi. AADF vepron në Shqipëri si autoritet mbi pasuri publike, pa amerikan real në ndritim, pa llogaridhënie publike dhe me një rreth drejtuesi shqiptar të lidhur drejt për drejt me pushtetin politik vendas. Nëse këto praktika do të zhvillohen brenda territorit amerikan, një fond i tillë do të ishte thirrur prej kohësh për shpjegime. Pikërisht për këtë arsye, vëmendja e IRS nuk është rastësore. IRS si institucion që kontrollon statusin jo fitimprurës dhe përdorimin e fondeve publike amerikane, nuk pyet për retorik zhvillimi, por për fakte, apo përdoret vule amerikane për të bërë në Shqipëri atë që nuk lejohet në SBA? Një tjetër cop nga zemra e Tiranës po i dorëzohet ndërtimit me kulla. Këtë herë trolli i shtëpisë së fëmijës Zyber Hallulli dhe godina e inspektoriatit të punës do të shemben për të lënë vendin tre kullave të reja multifunksionale. Projekti është pjesë e një tjetër marrëveshjeje të korporatës së investimeve shqiptare të drejtuar nga Elira Kokona, që u jep partnerëve privat të drejtën për të zhvilluar pasuritë publike më të shtrenjta të kryeqytetit, në këmbim të disa godinave të reja të ndërtuara në periferi. Zona ku ndodhen sot jetimët dhe institucionet inspektuese do të zaptohen nga tre kulla ku do të ndërthuren banesa luksoze, zyra, qendra tregtare dhe
me parkime nëntoksore. Ishin Edi Rama dhe Elira Kokona, që shpallën me pompozitet sot konkursin për projektin e ri të shtëpisë së fëmijës. Kemi arritur të vendosim një projekt tjetër në radhën e këtyre projekteve, që janë tani më në një fazë të avancuar dhe madje një pjesë e tyre janë gati për të marrë lejen e zhvillimit dhe për të filluar nga puna. Fal këtij procesi do të kemi një stadium të ri të përmasave europiane, një tjetër vepër arkitektonike, të dejmë për historinë e re që po shkruajmë së bashku, me këtë skuadër të jashtëzakonshme arkitektësh, deklaroi Rama, nga prezantimi i projekteve të ideuara nga 5 studio, nga Portugalia, Italia, Danimarka dhe Meksika. Fitues janë shpallur vetëm 2 prej tyre, Teller Hector Borozo, plus Studio B&L, plus Pro Green LLC, plus Doriana Bleta, plus Agim Seranaj, plus Ardian Paci. Është studio arkitekturore që do të ndërtojë shtëpinë e re të fëmijës Zyber Halulli në zonën e njohur si Villa Gjermane, në afro 5000 metra katror. Roy Kind Arkitektos SC, Son Engineering and Construction, ASAB SHPK, Motus, Julian Kasharaj. Është studio arkitekturore që është besuar ndërtimi i 3 kullave luksoze në kryeqytet. Zona në fjalë kishte kohë që lakmohej për ndërtim dhe pamfleti e ka denoncuar disa herë. Pa kohë më parë ishte korporata e investimeve që e shpalli projektin. Pronat e përfshira në projekte janë me sipërfaqe prej 7107 metër katror truall. Brenda kësaj pasurie ndodhet një ndërtesë me sipërfaqe 1411 metër katror, në të cilën ndodhet godina e shtëpisë së fëmijës Zyber Halulli. Në projekt është përfshirë edhe prona me sipërfaqe prej 2902 metër katror truall, e cila është një njësi ndërtimore dhe trualli në përdorim aktual të Inspektoriatit Qendror. Ndërkohë prona e tretë është ajo me sipërfaqe 5219 metër katror, e transferuar në pronësi të AIC, do të jetë për zhvillim publik për ndërtimin e një shtëpie të re për fëmijët. Pra godina e inspektoriateve dhe shtëpia e re e fëmijëve do të zhvendoset në rrugën Gramos Pashko. Trualli që ata lënë me sipërfaqe të stërmadhe pritet u jepet privatëve për të ndërtuar kulla.